edhe pjesës ekzekutivit në mënyrë të tillë për të parë që kush do fitojë në këtë rast. Në këtë rast SPAK-u kërkon me njëherë pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministit Belinda Balluku, por ndërkohë ekzekutivi ka vendosur që të mos e marrë parasysh vendimin e SPAK-ut dhe kryeministri i vendit e ka ankimuar gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese vazhdon të nxjerrë pretekse për studim të mëtejshëm të dosjes, duke shtyr datë pas date vendimin për shqyrtimin e heqjes së mandatit për shqyrtimin e pezullimit nga detyrat të zonjës Belinda Balluku, por ndërkohë edhe Këshilli i Mandateve po e hedh topin tek gjykata kushtetuese, duke thënë që po presim çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese në mënyrë të tillë që të vendosim nëse duhet hequr mandati apo jo. Unë e kam thënë që gjykata kushtetuese e kam parashikuar që ka për t'i dhënë të drejtë kryeministrit ose ka për t'i dhënë të drejtë ankimit që ka bërë kryeministri Rama. Po pse do t'i japi të drejtë gjykata kushtetuese kryeministrit Rama? Sepse niset nga ana proceduriale. SPAK-u nuk mundet të detyroj ekzekutivin për ndërprerjen për pezullim nga detyrat të zëvendës kryeministrit, ku dihet që është mandati i deputetit sipas nenit që ka gjykata kushtetuese, është pjesa e mandatit që ka si deputete dhe e zgjedhur nga votuesit e saj ose nga populli në atë pjesë të zonës elektorale ku ajo ka qenë. Domethënë ka një përplasje të pushteteve. Dhe në këtë rast pushteti ekzekutiv sigurisht ka kompetencat e veta dhe është e mira dhe nga ana proceduriale që të mblidhet Këshilli i Mandateve, të vendos heqjen e mandatit të zonjës Balluku dhe të vazhdoj procedura, të hapet procedura për arrestimin e zonjës Balluku. Por SPAK-u nuk mund ta detyrojë dot ekzekutivin që të pezullojë nga puna. Këtë është kompetencë vetëm e se këtu është problemi. Pse Komisioni i Mandateve pret vendimin e kushtetueses? Çfarë i lidh këto dyja? Se ne, për shembull, unë jam një njerëz që s'kuptoj nga fare nga ligji. Duhet ma shpjegoj si avokate, pse do duhet Komisioni i Mandateve, edhe si profesioniste, të presi gjykatën kushtetuese, se këta mund të vazhdojnë gjatë gjithë kohës, çon në Venecia, shty prap, shty, i kandej, SPAK në anën tjetër është e dera. Ky kalvar ka për të zgjatur. Nëse do të niseshim nga ana proceduriale, Këshilli i Mandateve nuk kishte pse priste vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese le të gjykojë dhe të vendosi nëse ankimimi që ka bërë kryeministri Rama është i drejtë ose jo, po ndërkohë Këshilli i Mandateve për të mos prerë aktivitetin e SPAK-ut, për atë që ka vendosur SPAK-u, është e mira që të vendosi dhe të mblidhet nëse duhet ja heqi mandatin zonjës Balluku apo jo. Në këtë rast, Këshilli i Mandateve nuk po e bën këtë gjë. Por, në rastin konkret, zonja Balluku vazhdon të ushtrojë detyrën e saj si zëvendës kryeministre dhe ndërkohë, fap, po nënshkruan dhe po jep miratim për shumë e shumë vendime, projekt vendime të cilat janë vendime të qeverisë. Puna vazhdon, sido që t'jetë. Nuk e di kush është arsyeja, por besoj shumë nga VKM e shumë vendime qeverie kanë kaluar goxha të rëndësishme në këtë periudhë kaotike që është hedhjes së topit nga porta e Këshillit të Mandateve në gjykatën kushtetuese. Do presim në vazhdim çfarë do ndodh me gjykatën kushtetuese. Tani më kujtove një moment fap, se fap i jes firmat sa kështu za Rama i dhun, fap firma. Kështu që kështu po ndodhe me zonjën Balluku, fap po vazhdon. SPAK çfarë mund të bëjë në këtë momente? Asgjë s'ka për të bërë SPAK do presi vendimin e gjykatës kushtetuese, do shohim Këshillin e Mandateve si do vazhdojë, ndërkohë zonja Balluku vazhdon punën në profesionin e vet dhe nuk shikoj ndonjë pengesë për punën e saj. Domethënë, Mirela, ju thoni që SPAK nuk ka çfarë i bën fare zonjës Balluku në asnjë moment. S'ka çfarë bën. Ai ka nxjerr vendimin dhe vendimi nuk po zbatohet, është pezulluar vendimi i SPAK-ut deri në dhënien e vendimit gjykatë kushtetuese që është maja e piramidës së gjyqësorit. Vendos ajo që çfarë do bëj tash në lidhje me vendimin që ka bërë këtë ankimim që ka bërë kryeministri Rama. Të shohim në ditën në vazhdim. Por unë e kam thënë që ditën e parë që bërë ankimimi nga ana e kryeministrit dhe kam thënë që do jetë kalvari gjatë i kësaj pjese, ndërkohë që zonja Balluku
është duke firmosur shumë vendime qeverie, të cilat janë vendime shumë të rëndësishme për fatet ekonomike dhe fatet e tjera të vendit tonë. A e di zonja Balluku, këtë që sa po thatë ju, që duke tjetë ka që qetë që s'ka çfarë i bën qofse vetë zoti Rama e mbron me imunitet? Zonja Balluku është përpjekur të paktën nga ana publike të mos paraqesi, domethënë nga ana e saj e jashtme, të duket e qetë, të duket vazhdoj punën, por pozicioni i saj është vërtet e i vështirë. Kryeministri është përpjekur të ndjeki këtë rrugë duke mbajtur ende zonjën Balluku, sepse i duhet qoftë dhe për imazhin e qeverisë, qoftë dhe për punë të tjera të rëndësishme që ai e ka shprehur publikisht, e ka shprehur në opinionin publik, ka thënë që shumë e rëndësishme se shumë punë që qeveria ka, na duhet ajo të jetë dhe vazhdoj punën. Ndërkohë, ka ndjekur këtë lloj strategjie që po shive që po ecën, sepse ndërkohë ditët, muajt ecin dhe vendimet qeveria vazhdon punën. Ndërkohë të shohim gjykata kushtetuese se çfarë do të vendosi, që unë për opinionin tim, për mendimin tim, mendoj se gjykata kushtetuese ka për t'i dhënë të drejtë ankimimit të zotit Rama, por ndërkohë si e parashikoj, ndërkohë Këshilli i Mandateve, pas dhënies së vendimit gjykatës kushtetuese, kam bindje se ka për ta lëshuar zonjën Balluku. Dhe në një moment të caktuar, zoti Rama do t'i thotë zonjës Balluku që i bëra të gjitha përpjekjet, përmbyrsa gjithë rrugët, po s'kam çfarë të bëj më. Marrim hipotezën që gjykata kushtetuese qëndrojmë tek ajo që thoni ju që jep drejt zotit Rama, por edhe në parlament zoti Rama e mbron me imunitet zonjën Balluku. Çfarë ndodh? Patjetër do ta mbroj, mbron veten. Është i detyruar ta mbroj. Nuk mund ta lëshoj kaq kollaj zonjën Balluku. Do thuash, a është rast i njëjtë me të zotit Ahmetaj? Zoti Ahmetaj akuzohej për vepra të tjera penale, të cilat janë bashkëpunim me grupe kriminale, ndërsa zonja Balluku ka akuza që i bëhet zonjës Balluku është për pabarazi në tendera. Të shohim se si do rrjedhi kalvari i gjykimit të çështjes Balluku, por unë këtë parashikoj, do ketë një lloj kalvari, një lloj zgjatje, qoftë nga ana e gjykatës kushtetuese dhe ndërkohë Këshilli i Mandateve po luan me strategjinë të presin vendimin e gjykatës kushtetuese, por të dhënë versionin tonë dhe për të dhënë atë vendimin tonë se çfarë do bëjnë dhe për kë do votojnë. Mirela, tani në atë çfarë ju po më thoni, shkresa që ka firmosur Altin Dumani për arrestimin e zonjës Balluku, në gjithë të diskursi ju më bëni profesionalisht, duket sikur nuk do të pi ujë derisa Rama ta lëshoj, pra në thelb Altin Dumani nuk ka çfarë i bën zonjës Balluku, por nuk e lëshoi zoti Rama, pra pushteti politik është më i fortë se pushteti, jo, nuk ka lidhje me pushtet politik. Po kuptojmë duke tani. Nuk ka lidhje me pushtet politik, është çështje procedurale ligjore. Në këtë rast e ka shfrytzuar këtë lloj aksesi ligjor që ja jep kushtetuta në lidhje me ndarjen e pushteteve që ka pushteti ekzekutiv me pushtetin gjyqësor, duke i thënë pushteti gjyqësor që kjo është pjesë e rolit dhe e kompetencës sonë. Në momentin që mblidhet Këshilli, është anë procedurale, do mblidhet Këshilli i Mandateve, të vendosi heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, që spaku të veprojë për arrestimin e zonjës Balluku, për ato vepra penale për cilën akuzohet. Ndërkohë Këshilli i Mandateve thotë prit, ne kemi bërë një ankimim, kryeministri ka bërë një ankimim në gjykatën kushtetuese, të presim çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese në mënyrë të tillë që dhe ne të shohim. Unë mendoj, thash, e kam shprehur dhe në studiet e tjera, që gjykata kushtetuese ka për t'i dhënë të drejtë ankimimit të kryeministrit Rama. Të shohim në ditë vazhdim se çfarë do ndodh. Në fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, doja të mirë një koment nga ju mbi shtimin e masave, qoftë të sigurisë për Altin Dumanin, qoftë për Dritan Preçin dhe një sër prokurorës. Si e keni parë këtë? Nuk është e lehtë kjo çështje. Çështja e zonjës Balluku është një çështje jo personale e zonjës Balluku, po është çështje e qeverisjes aktuale. Është imazhi i qeverisjes aktuale. Kështu që kuptohet dhe zoti Dumani dhe prokurori Dritan Preçi nuk e kanë të thjeshtë
Dhe është normale që të marrin masa sigurie të plotë, sepse çështja është një çështje shumë delikate që ka të bëjë me fatet e vendit. Vetë zëvendës kryeministrja është imazhi i kësaj qeverie. Nuk është kaq e thjeshtë. Është normale, unë e quaj normale që ata të marrin masa. Ndihet i kërcënuar SPAK për shkak se zoti Domani ka në monitorim, ose do them ka firmosur kundër Ilir Metës, ka firmosur kundër Berishës, kundër zonës Belinda Balluku, Ameta dhe një sër. Patjetër, kanë qenë disa figura të rëndësishme. Ndihet tani që SPAK po ndjen presionin e politikës, grupeve kriminale. E ka pasur presionin e politikës. Patjetër që po, sepse politika patjetër që ka presionin e vet, nuk mund të dalë të jetë kaq komfort dhe thot po, ti thot SPAK-u të vazhdo ti me neve, se ne jemi të gatshëm të ndjekim ato çfarë vendos SPAK-u. Por SPAK-u ka një gjë tjetër, që mbrapa ka ndërkombëtarët, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka zëmër dhe ka një lloj kurajo për të vazhduar dhe për të ecur përpara. Pas këtë suport, nuk do ta kishin tepër të vështirë me këtë terren politik që kemi ne. Mirela, si aktiviste, tani juve ju ka shoqëruar gjithë jetën, unë herë ju drejtojmë si profesioniste, si avokate, jo si aktiviste, se vetë keni shënjuar në jetën tuaj dhe jam i detyruar. Çfarë ndodh në qoftë se Edi Rama zgjedh të përplaset me SPAK-un? Do të reagojnë amerikanët në një deduksion, po them, të ngjarjeve? Nuk kam bindje se Edi Rama do përplaset me SPAK. Është sigurisht që Rama është i paparashikueshëm në veprimet e tij, por nuk ka interes të ketë një lloj përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ardhja kohët e fundit të Ivanka Trump tregon qartë që zoti Rama kërkon ta ketë mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo mikpritje që paraqiti te Ivanka Trump lë të kuptoj që ai kërkon të jetë komfort me interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe në fundit do zgjidhë një lloj strategjie të tillë, e kam thënë dhe më herët, që do t'i thotë zonjës Balluku që unë e bëra luftën time, u përpoqja të mbaj sa mundet, por do arrin në një pikë që do ta lëshoj, nuk ka për ta mbajtur. Mendoni që Rama do ta lëshojë zonjën Balluku? Pra, kjo është ajo një palajmërim që do të ndodhi. Po, unë mendoj se po. Në fakt, në qoftë se qëndrojmë dhe pak tek zhvillimet e brendshme, pas të kalojmë tek edhe ajo që do duhet ishte fillesa, sepse më përbante interes për të kuptuar në fakt se çfarë ndodh, por me opozitën, çfarë po ndodh sot? Opozita nuk di ku e ka veten e saj. Opozita është në një kaotizëm. Ti thua nuk di ku ta kapësh, si ajo shpreha me Medbegën ka që më zgaboj. Të s'ke ku ta kapësh ta. Opozita është në gjendje kaotike dhe nuk di akoma të mbledhë kockat e saj. Domethënë është kaq e shpërndar, kaq e hallakatur, kaq e pa një bosht dhe nuk ka një lloj strategjie dhe nuk di se si të japja atë frymën tek ai popull opozitar, të cilët janë të pakënaqur ose të paktën tek elektorati i gri që janë të pakënaqur me qeverisjen Rama për gjithë këto mandate që ka. Kështu që e ka të vështirë nëse nuk do ketë një lloj plan projekti për të ditur se si do t'i vendosi ato themelet e veta në lidhje me qëllimin që mund të ketë për të ardhur në pushtet. Nëse nuk do të ketë qëllim për të ardhur në pushtet, do vazhdoj të ketë këtë lloj hallakati dhe kërkon vetëm thjesht të paraqesi që monopoli i opozitës jemi ne, dhe kaq do t'i interesonte për pazaret e veta. Nëse do të donte vetëm kaq, thjesht të ketë monopolin opozitar, që domethënë gjithë partitë e tjera që mund të jenë thjesht në ombrellën ose rrënjë katrore të kësaj force politike, prapë e fituar mendon se mendon ajo që është. Në fakt, këtu mendojnë gjithë se kanë fituar. Për shembull, partitë opozitare mendojnë gjithë se kanë arritur diçka, por në fund, në optikën time ngjan si një absurditet se askush s'ka fituar asgjë. Askush nuk ka fituar. Në thelb, çfarë po ndodh me partitë, nuk do merremi me emra se nuk na interesojnë emrat. Po duket si secili po bën kërpudhën e vet. A është kjo e shëndetshme politikisht për opozitën, apo kjo është një lëvizje që hajtë se s'kemi çfarë bëjmë derisa të vi dikush na bëj bashk?
nuk e mendoj se kanë fituar, por ajo që e bën këtë lloj gjendje ose e paraqit këtë lloj gjendje të tillë është fakti i ndarjes territoriale që është bërë në 2015 me Pazar PDPS, që çoi në minimizim të këtyre partive që formoheshin qoftë nga pakënaqësitë e një lloji elektorati dhe çështja e kodit zgjedhor. Të dyja këto që janë thëmbra e Akilit, që të fitonin këto partitë e reja, të dy janë bërë me pazar të dy forcave tradicionale. Se mund të themi partitë të vjetra, po janë partitë tradicionale. Po kjo është termi më i dur, partitë tradicionale, sepse ne futemi këto e vjetra e re, ngjan dhe si mentalitet. Jo, nuk janë, themi as e re, as e vjetër, sepse gjitha partitë kanë misionin e tyre, nuk mund t'i them as kjo e re, as këta të vjetër, janë partitë tradicionale. Se ka dhe partitë të reja që fshihen mbas thelbit se jemi të rinj dhe do bëjmë namin, në fakt s'bën asgjë. Asgjë, por nuk i lë kodi zgjedhor të marrë. Po, është vërtet, po. Kodi zgjedhor ndarje territoriale dhe kodi zgjedhor. Të dyja këto janë bërë me marrëveshje. Aq më tepër marrëveshja e 2008-s që i shuajti misionin e ndërtimit ose të krijimit të këtyre partive të vogla. Janë tre gjëra të cilat po su dha zgjidhje këtyre tre boshteve ose tre çështjeve kryesore, ta haroj partit, mund krijohen 100 parti të mira me 100 kryetar të mirë, sa do të krijohen nuk do ke frymarrje në këtë lloj terreni që është krijuar me këtë lloj baze ligjore, zgjedhore që kanë. Kështu që vetëm thjesht do dalin, do japin ato konstatimin e gjendjes në cilën e din gjithë shqiptarët, do bëjnë atë fjalimin e tyre patetik në për televizione, për emisione që varfëria, rritja ekonomike, borxhi publik, por në fundin do ngelen në kuadrin e atyre partive që do luftojnë për 1 mandat ose 2 mandate, që thjesht të jenë interesat prapë të kryetarëve të partisë, se ata vërtet shajnë 2 partitë e mëdha, 2 partitë tradicionale. Por në thelb dhe në mentalitet janë po të njëjtë si këto partitë tradicionale, nuk ka se ka ndonjë ndryshim. Mund të jetë më egocentrik besoj. Edhe kanë treguar kohët e fundit, kanë treguar që janë shumë egocentrik se kryetarët e këtyre partive. Tregojnë që është i njëjti mentalitet. Do të dalin si kërpudha pas shiut, por mentaliteti mbetet po i njëjtë. Kështu që të presim, nuk e di se çfarë do ndodhi. Urojmë që Zoti të vërdor në këtë vend dhe tek shqiptarët që po vuajnë dhe ka një situatë të ndërlikuar ekonomike të paktën, sepse kur flitet për ekonomike, vijnë pasojat e tjera dhe më pas, po ekonomika është shumë e rëndësishme te xhepi i shqiptarëve. Nuk shikojnë ndonjë, që të them, tek këto parti të ketë ndonjë grim ose ndonjë nuancë që të jenë më ndryshe. Kanë ato fjalimet e tyre më ndryshe nga të tjerët, por frymëzimi mbetet po i njëjtë. Mirela, e ke hasur sepse unë vetë e kam hasur tek partitë opozitare që në vend të zgjedhin të flasin arsyes, tentojnë që të flasin me populizma. Sa mund të pi ujë populizmin në këtë vend? Fakti kur flasin me populizma tregon se edhe ata nuk janë kaq të pavarur sa duken. Unë mendoj se të krijosh sot një parti dhe të bash gjallë një parti me zyra elektorale, duhen hetim shumë i madh për të investiguar nga vijnë këto lekë. Kja dhe kaq të pavarur. Unë mendoj se mbrapa tyre ka një sponsor që nuk i lejon të flasin kaq me padorashka, siç mund të jemi ne në studio që jemi persona të lirë edhe të pavarur dhe mund të flasim çana dorë e bardha zemër. Po qetësin kush ja u ka marrë? Se për shembull mund të artikulohet dhe qetë. Këta tentojnë të imitojnë çfarë kemi parë këto 35 vite. Sepse i vini nga i njëjti mentalitet, nuk janë se janë kaq të kulluara. Mirela, me aktivizmin tuaj, politikan të bëjnë lekët apo linë, me aq sa mund të kesh parë dhe me aq sa ke perceptuar, sepse je një njeri i cili fakt ke bërë shumë kauza të forta dhe ju ke qëndruar. Shko, unë gjithnjë mendoj që politikën e shohin si biznes, nuk e shohin si mision. Në momentin që këta individ e shohin politikën si biznes, që aty që në ngjizi, që në ardhje, ata kanë dështuar. Politika nuk është biznes. Në momentin që ti e shikon politikën si biznes, ti ke dështuar, të paktën tek njerëzit, në sytë e njerëzve. Politika është mision. Dhe ti kur del dhe flet për politikë, dhe flet për hallet e njerëzve, flet për hallet e shqiptarëve, flet për të ardhmen e fëmijëve, duhet të jetë mision për ty. Në momentin që ti e shikon këto për të zënë një vend në parlament, për që një deputet, apo për të patur një post, apo për të patur një benefit për veten tënde, nuk je politikan. Je biznesmen.
nuk je politikan, je biznesmen në fushën e politikës. Unë me kaq e perceptoj këtë gjë. Tani të rikthehemi tek politika dhe biznesmenët dhe Jeffrey Epstein. Si e ke parë njërë këtë skandal gati të përmasave ndërkombëtare, gjithçka ka dalë dhe ai tashmë ka ndruar jetë, po puna është që kjo ka dhënë një shok psikologjik fakt që kjo elita që ne predispozojmë nuk qenë ka kaq elit, pra që nga një elit me vese, një elit e cila i përket djallit dhe jo Zotit. Po ta them në terma biblik, por nuk kam pse kështu ta personifikoj, por ere parë që rendesh me këtë dhe më pas mundet të... është një ngjarje, nuk mund të them as ngjarje, nuk mund të them as skandal. Sepse skandalin fundit plasin dhe shuan. Kjo është një tronditje e fortë e rendit botëror. Është një tërmet. Dhe kjo po sjell një lloj depresioni tek gjithë popujt e botës. Është e rëndë kjo që ka ndodhur. Dhe të mendosh që janë të përfshirë gjithë elitat e botës, gjithë ata që drejtojnë qeverit e botës, janë të përfshirë në akte të tilla kaq monstruoze, ku shikon një degenerim moral të këtyre elitave, janë ato vende të cilat me kryetarët e shteteve të tyre predikojnë demokracinë, predikojnë lirinë e njerëzve, predikojnë të drejtat e njeriut, dhe po aq poshtërsisht dhe po aq në mënyrë mizerabël ti shosh të përfshirë në dosje të tilla abuzuese me fëmijët, me vajzat të mitura dhe aq më tepër me shantazhe të tilla për të bërë ato dhe për të zbatuar ato lloj agjendash satanike. Unë i them kush qëndron pas këtyreve. Domethënë janë njerëz të nëndeshëm apo janë sekte të nëndeshëm që i shërbejnë satanait ose shërbejnë këtyre riteve satanike që këta janë të përfshirë, sepse në lidhje me çfarë, se janë gati 3 milion e ca janë zbuluar deri tani faqe të Jeffrey Epstein. Problemi është se në këto ka me qindra emrash pushtetarë të fuqishëm të vendeve të qoftë të Europës, qoftë edhe të vendeve të tjera. Do me thënë, janë një monstruozitet i komplet vendeve perëndimore, atyre vendeve ose atij perëndimi që ne në 91-shim dolëm dhe kërkonim të ishim të bëhemi si ata. Ishim aq ndrimtar, kishim një iluzion të papar në lidhje me pjesën e integrimit me perëndimin, sepse vinim nga një regjim diktatorial dhe kërkonim, mendonim se ajo botë do të ishte një botë e pastër. Fakti me gjithë këto gjëra që po ndodhin kohët e fundit dhe me gjithë këtë situatë që po krijohet me hapjen e këtyre 3 milion faqeve, apo janë rreth 2000 video, 1800 imazhe, fotografi, shikon që aty janë të përfshirë president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë të përfshirë president të vendeve të Bashkimit Evropian, janë mbretër, princa, të cilat kanë krijuar një shok të papar te njerëzimi, është shok i njerëzimit, i rendit shoqëror që është, dhe po presim se çfarë do ndodh pas. Dhe si ka mundësi një person i vetëm të ketë në dorë fatet e gjithë këtyre elitave botërore nëpërmjet një ishulli. Ky ishull i cili pretendohet të ishte pika e takimi i gjithë degenerimit monstruoz të makinërisë së qytetërimit të perëndimit. E kupton që një person arrinte të kishte filmime të këtyre personave që abuzonin me të mitur, aq më tepër që aty thuhet që ka patur rituale satanike me trupa fëmijësh që i kanë patur në tavolinë, domethënë duke ngrënë. Unë mbaj mend Mel Gibson, aktorin e madh Mel Gibson, që në një moment caktuar të jetës së tij, nuk e di në çfarë periudhe ka qenë, që ai thoshte Hollywoodi është vendi pedofilëve. Dhe ai është penalizuar sepse ai më duket shkoi kaloi një periudhë të vështirë psikologjike, depresive, dhe ai pati një lloj paqe te disa mugj. Dhe në ato kohë Hollywoodi e nxori jashtë loje. Po.
E nxori jashtë lojit vetëm për këto deklarata shumë të fuqishme që ai diçka kishte parë atje dhe e kuptohet një person i tillë, një aktor i tillë me përmasa të tilla kaq të njohura në kinematografin botërore, të jepte deklarata të tilla. Pastaj ka qenë kjo këngëtarja Sydney Conner, që ka kënduar Nothing Compares to You, ajo këngëtarja që kishte qetur flokun, dhe ajo në një dalje televizive ka grisur fotografinë e Papa Benedikut, duke thënë që këta janë persona pervers, këta janë persona që merren me të miturit, dhe deklaratat e saj ka qenë shokuese në atë kohë. Sigurisht që ajo ndroi jetë, s'ka shumë vite që ajo ndroi jetë, kaloi dhe ajo një gjendje të fortë depresive. Një video të një modele meksikane kam parë këto kohë, e cila bërtiste, ulëriste. Po, deri në 2015 dhe thonë që ajo është dukur dhe nuk merret vesh fati saj. Por, mos harrojmë, janë këto festat e Halloweenit në botë. Janë festa rrite satanike dhe këto festat e Halloweenit. E dini juve se sa, duhet ta di opinioni publik se sa persona zhduken në ato lloj festash? Zhduken. Nuk dihet fati atyre personave në këto festa që dalin në rrugë me maska nuk merret vesh fati tyre. Domethënë kaq tashmë ne dikur i quanim teori konspirative, po me daljen e këtyre 3 milion faqeve ne po shikojmë që bota është në kolaps total dhe po shikojmë që rendi botror që na ka pas udhëhequr gjithë këto vite, pas ka qenë një rend i kalbur në vlera, në moral, në gjithçka. Kush përgodet këtë rend kalbur? Një rend i ri apo çfarë po ndodh? Nuk e di çfarë emri mund t'i vë gjithë kësaj, po fakti që e gjithë kjo situatë plasi tani që është në udhëheqjen e Donald Trump, ku me ndaljen e gjithë këtyre skandaleve. Sepse Departamenti Amerikan i Shtetit ka nxjerrë materiale, Okej, aty janë disa video të Donald Trump, por nuk ka fakte që ta akuzojnë ligjërisht të paktën. Ka një pjesëmarrje të tij në disa festa të Jeffrey Epstein, por nuk ka se ka fakte të mirë fillta, të ketë prova, të mirë fillta që të ketë abuzuar me minore. Si që ishin me Lajçak i cili dha dorëheqjen që kishte dalë në biseda. Dha direkt dorëheqjen. Dha dorëheqjen se pa s'kishte ku shkonte më. Të paktën nga ana morale këta janë të rrëzuar një herë. Nga ana morale janë të dërmuar. Nuk flitet thjesht për anë ligjore, po ana morale janë fare të dërmuar. Ashtu siç është princesha e Norvegjisë, që janë kapur emaile flirtimi e emaile kontaktesh me Jeffrey Epstein me marrëdhënie jashtëmartesore, kur ai thotë që Parisi është një vend shumë i bukur në emailet e veta për të krijuar një lidhje jashtëmartesore të hapur fare, domethënë të artikuluar aq hapur sa janë. Thjesht nuk kishte më letra, kishte email, domethënë. Po, kishte email. Se letra s'kishte më që ti shkruante si njëri në kohë. Po, hapja e këtyre emaileve janë goxha të forta. Këto edhe e trondisin rendin botror. Po sepse është pjesë e moralit më shumë. Janë këta që moralizojnë nga mëngjesi deri në darkë, duke dalë për dalje televizive. Të ndjerit atyre në luftën e brendshme që ndodhi mes LSI-s, si nxorën një video të ndjerit Prifti. Dhe të vetmin dëm që e bën që ishte sekretarja e tij ndaj nga burri, se burri saj nuk dinte gjë çfarë bënte. Mos harrojmë. E vetmja dëm, po them, po ta jap në sens po ta thjeshtëzoj, është dhe çik për batut, por... Shiko, ajo që më shqetëson mua në gjithë këtë ngjarje të madhe që po trondit botën, duhet ta kthejmë një çik nga vendi jon. A i kuptojnë opinioni publik se sa Epstein shqiptar kemi neve? Kemi dhe ne... Kush ja dikton karierën një vajze të re? Kemi dhe ne Epsteinit ta në Shqipëri. Po, dhe janë shumë të fshehtë. Janë ata të cilë lëvizin gurët për karierën tënde. I kemi në politikë, i kemi në media, i kemi në gjukat. I ke në kompanira, i ke në CEO, i ke në banka, i ke në politik, i ke kudo. Ata që inicion karierën tënde. Ka vajza dhe gra të cilat e shohin si mjet përfitimi, vetofrimin. Por ky vetofrim si keq përdore nga ata që diktojnë karierën tënde. Këto gra dhe vajza të reja që shikon. Pra, në qoftë se do të ketë një tërmet të fuqishëm, moral, vlerash, të shohim në këtë vend, sa Epstein kemi ne këtu, që ende nuk dihet të nëndveshëm që diktojnë karierën tënde. Mirela, kam frikë se do ketë ndarje pafund të familjeve që duken të lumtura pa mjet parë. Patjetër. Do ketë shok psikologjik pastaj. Një imarsi përfaqësor
që me këto, se mos flasim për anën e politikës, në anën e asaj që quhet barazi gjinore, që sa janë abuzuar, që ende nuk e dim se ku janë. A do ketë një forcë të fuqishëm shpirtërore të dalin dhe të deklarojnë apo të denoncojnë sa e sa epshtën të tjerë janë që diktojnë karrierat e këtyre vajzave grave apo dhe këtyre CEO në për këto ndërmarrje të mëdha apo kompani të mëdha që janë. Kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për një person i cili tronditi botën. Është fenomen. Është fenomen i cili po godet gjithë shoqërinë njerëzore. Mund të ketë ndërhyrë ky fenomen në një shoqëri patriarkale si jemi ne, se më duket pak. Nuk mendoj se jemi shoqëri patriarkale, e kemi humbur dhe sensin e shoqërisë patriarkale. Ne jemi bërë shoqëri materialiste po jo patriarkale. Shoqëri materialiste nuk kemi më patriarkale. Rralla janë ato familje që ende ruajnë, domethënë në këtë lloj kaotizmi ekonomik që jemi përfshirë ne, me këtë lloj kaotizmi që jemi me kësaj politike shfarosëse në kuptimin e atyre të rinjve që po largohen dhe vendi po bëshatiset për 1001 arsye, nuk e shikoj, janë të pakta ato familje që ende po e ruajnë imazhin një familje të shëndosh, ose i them, duhet jenë familje të cilat duhet i marri UNESCO në mbrojtje, sepse janë familje të shenjta që e ruajnë sepse ruajnë themelin, bërthamën. Ruajnë themelin dhe bërthamën dhe janë për të ruajtur vërtet me fanatizëm, sepse po shikojnë pjesa dërmuese e divorceve që po ndodhin nëpër gjykata, unë jam avokate vetë dhe po shikojnë se si po thërmohet familja shqiptare. Kështu që ky lloj fenomeni që po trondit njerëzimi, nuk është problemi se po trondite vetëm nga një person që ka bërë shantazhe me 10-ra e 100-ra politikanë ndërkombëtar. Është problemi fenomeni që po ndodh këtu tek ne që a do arrit ndonjëherë momenti i zërave që denoncojnë këta njerëz në formatin e këtij Epstein që të thonë se çfarë po ndodhi në mënyrë të nëndeshëm për karrierën e X-it dhe Y-it. Kjo është ajo që mua më shqetëson dhe atyre personave të vërtet që e ndjekin këtë lloj çështje dhe po shikojnë që nuk janë të qetë, sepse bota ka hyrë në një lloj depresioni të jashtëzakonshëm për të kuptuar nuk dim ku të besojmë më. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Nëse deri dje politika dilte me populizëm, me moralizëm, thjesht për konsum populist, shohim më se nuk po besojmë më as te politika më, nuk po besojmë më as tek mediat që janë kthyer në një pornografi sociale me emisione të degeneruara. Kanë humbur ato emisione tradicionale edukative që kanë qenë dikur. Nuk ka më, ka humbur gjithçka. Në fakt është e vërtet kjo, nuk ka më media rol edukues në Shqipëri. Është rol klikimesh, ka një rol, më thëmë, për të marrë sa më shumë benefite monetare dhe materializmi është futur thellë në gjakun e gjithë secilit dhe ky është fenomen që duhet na vrasë gjithëve. Po humbet ajo që i themi ne shpirtërore, ajo që është gjendja më e bukur që mund të ketë njeriu, duke shkëputur paksa nga ana materiale, jo për ta shumëzuar me zero, po jo duke bërë primare atë dhe duke shkelur disa vlera morale që ka njeriu. Në fakt, më ngacmove pak. Me gjithë fenomenin në Shqipëri. Do të kthehem pak, do të pyes shkurtimisht, nuk është se ata kanë dhënë shpjegimet e tyre. Fakti që në dosjen e Epstein ka dalë Bexhet Pacolli, i cili pati një reagim, por më shumë se Bexhet Pacolli, i cili në fakt njihet që është milioner, mas edhe miliarder, dhe kuptohet që rrethet shoqërore bëjnë të vetën, ishte edhe ish presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga. Edhe ajo ka bërë një reagim. Në fakt, unë lexova një artikull që nga deklarata që bëri ajo dije, edhe e ballafaqova me këtë artikull që s'ka asnjë orë që ka dalë ky lloj artikulli, dhe ku thot për pjesën e sqarimit të konceptit president. Dhe këtu thot që shoqërusja që ka qenë Bexhet Pacolli, thot, tregon praninë e shoqërusjes së afërt të ish zëvendës kryeministit të Kosovës në rezidencën e famkeq të këtij pedofilit amerikan të New Yorkut. Dhe kjo në emaili që ka dërguar, se kjo është tajlandeze, në emaili që ka dërguar fut dhe thot që me sa e lexova me kujdes, se mos s'dua që të bëj ndonjë gabim, dhe thot, bazuar në bisedat e publikuara, javën e shkuar, Daniel Sjet, një bashkëpunëtor i afër i Jeffrey Epstein, e njofton pedofilin amerikan që princesha e Tajlandës ka kërkuar takim në New York,
ku do të jetë me presidentin e Kosovës. Miro Bexhet Pacollit, me sa kam lexuar, i pëlqente shpeshherë ajo të quhej, edhe kur ishte në postin që kishte, të quhej si presidenti i Kosovës. Dhe kam bindje se nuk ka lidhje me Afitete Jajagën. Ky është ajo sqarimi që u përpoq Afitetit ta sqaronte publikisht. Po, është një pjesë publike. Por kjo mbetet ende evazive dhe nuk dim nëse është e vërtet kjo, po me këtë lloj sqarimi që kanë dhënë disa portale që unë i lexova sot, thuhet që më tepër kësaj princesë Tajlandës përpiqte ta quante presidente e Kosovës do të quante Bexhet Pacolli. Pra kishte targetin të një njeri shumë i pasur. Po, në këtë lloj kuptimi, pavarësisht se në këtë moment ka qenë presidente e Kosovës, ka qenë Afitet. Në qoftë se rikthehemi tek Epsteini shqiptar, si ka mundësi që materializmi ka thyer shoqërinë e cila identifikohej patriarkale dhe individët, këtu s'po i vëm femra apo gra apo burra, apo vajza apo djem, priren drejt një karriere sa më të shpejtë dhe më të sigurt, duke bëri exchange, po them, ose shkëmbim apo clearing, gjën më të shtrenjtë që kanë, që është trupi i tyre. Nuk ka ardhur për një herë. Ka kohë kjo, domethënë u desh vite që të skalite dhe të jepej pjesa e këtij fenomeni. Është punuar që në vitet 90, mua më kujtohet, pas viteve 90, shikoja ardhja e shumë të huajve dhe ne ndiheshim paksa inferior kur shikoni figurën e një të huaj. Mos shohim sot në këto momente që periudhë zhvillimi që është Shqipëria ose në këto etapa zhvillimi që është, por në ato vite për shumë shikoj ti një të huaj e merje si perëndi, si zot. Dhe në ato kohë kanë vëshuar, mbaj mend, kanë qenë shumë në emër të nismave kishtare, sa kisha nga këta që vinin, organizoheshin në për shkolla me një fëmijë, organizoheshin për kampe verore. Unë për shumë për fëmijët e mi më kujtohet atëre, kur i kam patur 2 djemt e vegjël në shkollë, nuk kam dashur ti çoj në këto lloj kampesh. As mua s'më ka lënë të shpiz ndonjë në për kampe, kështu më kam mbajtur. Pse kujton se s'ka patur dhe në ato kohë, po kush i kuptonte? Askush nuk e kuptonte kush vinte këtu. Madje kisha lexova sot një reagim të një prej aktivistëve, Haçka i Florianit, djalit, i cili thoshte që neve shikonim i shokun tonë që e minim dhe në fillim ndjeshim xheloz në atë kohë, po më mirë që zvajtëm, sepse ata u arrestuan më pas nga policia për pedofili dhe fati i keq atij djalit që... Ata kishin dhe një kështu, vinin me misione kishtare dhe pastaj menin piketonin djem ose fëmijë që ishin të një lloj karakteri që i donin ata dhe u paguanin arsimimin, u paguanin të rëpo, askush nuk e merrte vesh se çfarë ndodhte me këta lloj. Tash duhet bërë dhe investigim të atyre bursave që u delin pjesa tërmuese e këtyre gjimnazistëve që i çonin nëpër familje nëpër Amerikë, që i mbanin disa muaj gjasme për eksperiencë, askush tash, domethënë me këtë që ka ndodhur, fillojnë të kemi dyshime për gjithçka që ka ndodhur për të bërë një analizë të saktë, ore çfarë ka ndodhur çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri. Kjo është që duhet na shqetësoj ne, si ka qenë gjendja dhe si kemi arritur ne deri në këtë pikë. Sepse këtu u fut para e shpejt. Nuk është problemi se Shqipëria nga një vend diktatorial viteve para 90 eci në një vend që prodhonte. Ne kaluam në një ekstrem tjetër, se ne të paktën ato para viteve 90 dhe prodhonmi, kishim industri, kishim bujqësi, kishim me ato problemet e veta që kishte, por ne kaluam në një vend. Ashtu po ato ishin 550, 650 fabrika, uzina që ishin, paktën prindit tanë punonin, janë ndërtuar me gjakun e prindërve tanë, pastaj pas vitet 90 ka lënë një ekstrem shkatrim total dhe nuk u mor vesh, të gjithë u dhan. O u dhan pas drogës, o u dhan pas prostitucionit, një pjesë e madhe emigruan, bën punë të rëndomta jashtë, para e emigrantëve vinte këtu, u hapën firmat piramidale, plasin në 87, pas në 87 fillojnë në 88, u mblodhën armët, filluan pastaj reformat në institucionale, leku i shpejt u fut goxha, në politik bënte karrierë ai që kishte mikun më të madh, që kishte paranë më të madhe, kështu që u fut si fenomen për të zhbërë vlerat morale, jo si njeri, por edhe të familjes. Prindrit në këto vitet e pas 90-s, ku shikonin
që e bia e filanit, e bia e fistokut ka icur për para, ka bërë karierë, ka kaq para, ka bler kaq shtëpi, ka bler kaq makina, filluan dhe ata të injektonin te kalamajt e tyre, te fëmijët e tyre, te vajzat dhe djem për të bërë karierë më të shpejt dhe për të parë se deri ku shkon pjesa e etjes për të patur këtë lloj parare dhe këtë lloj karriere. Këtë shfrytzuan ata që ishin monstra që të jetonin karrierën tënde dhe shfrytzuan në mënyrë më të keqe, qoftë për vajzat e qoftë për djem. Ende ne nuk e dim se çka ka ndodhur në Shqipëri. Edhe këto janë korridoret e errta dhe këto që thuan, qoftë në administrata, qoftë nëpër kompanira, qoftë nëpër këto evente që bëhen, mos harrojmë në 2017-ën u kap resorti aty Balili që e dënuan atëre në Saran. Sa festa orgjish bëheshin atje. Thoshe që kishte video, po s'dolën kur. Ato u shkatruan, u prishën, u mbajtën, pason që ka dhe këto të akshit aty të ky Sagasi me video atje. Pa tjetër që kanë. Vini thoshin gjithë paka shumë për mësë po ka një sër video që thonë që po dolën qojnë një shok publik. Kështu që ne Jeffrey Epstein e kemi këtu në Shqipëri, pa diskutim për atë. Dhe ky është një lloj fenomeni, nuk bëhet fjalë vetëm për një person, bëhet fjalë direkt për fenomeni këtu në Shqipëri. A deri ku shkon situata për këtu. Kështu që nuk e di se si do rrjedhin ujra, të paktën në arenën ndërkombëtare me këtë tërmet që ka ndodhur në rendin botror. Do shohim si do lëvizin gjërat në lidhje me pjesën e politikave që do ndiqen, qoftë për Ballkanin, qoftë për Europën, sepse lajmi i fundit është që dhe Europa, Bashkimi Evropian nuk ka për të qenë tamam dhe sakt deri në 2030, sepse po shikojnë është një grupim i 6 vendeve më të fuqishme të Europës, të cilët kërkojnë të ndjekin një politikë më ndryshe në krahasim me 20 sa vende jemi ne, sa vende ka. Sepse edhe çështjet e emigracionit po mbajnë qëndrime ndryshe, janë shumë komplekse. Pavarësisht se Bashkimi Evropian thotë që ky nën bashkim që kanë bërë këto 7 vende duke përfshirë Gjermaninë, Francën, Italinë, Spanjën, edhe 2 vende të tjera, po e shikojnë që ata duan politika krejt ndryshe nga ato të Bashkimit Evropian. Po kjo tregon qartë që dhe Bashkimi Evropian është i kalbur totalisht me ata lloj njerëzish që ka brenda në krye të Bashkimit Evropian, sepse fare mirë e pam qartë edhe në emailin që kishte me Jeffrey Epstein, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Europës në 2012-ën, ishte shprehur qartë se sa vajza të bukura ka Shqipëria. Këto vajzat e bukura nuk i pa nga xhavi makinës. Po si ishte kjo, se sa do të pyesja, po e ma more si pyetje. Atëre, ky në 2012 ka qenë i pranishëm. Do të bëj një pyetje. Mund të kenë ndodhur që diplomatët apo këta që vinë nga jashtë t'ju serviren të tilla ngjarje? Po. Jo, domethënë jo në 2012, kjo ka qenë dhe më herët. Jo pak kanë qenë thashë themnajat në ato vite që vajzat e showbizit kanë qenë me ambasador. Kanë qenë me persona diplomat të huaj që u shkonin dhe ishin si dhurat. Po sot mos ju duket çudi juve që edhe biznesmen të fuqishëm sot për të lidhur kontrata të fuqishëm me biznesmen të vendeve të tjera përdorin eskorta të tilla nëpër hotele ose nëpër vende të tilla që lidhin marrëveshje bashkëpunimi tregtar. Pra marrëveshje tregtare thua Mirela nisi nga marrëveshje trupore. Po, mos ju duket që është si të them, është si një lloj qërasje që i bëjnë ata për një triumf marrëveshje tregtare që ka çojnë eskorta nëpër dhoma hoteli. Kush e ka fajin në këtë pjesë? Sepse ty askush nuk të ndalon ose askush nuk të shtyn nëse ti s'do të bësh pjesë e kësaj jete. Largoj minorenët që është e jashtëligjshme, apo them këta që janë 18 e sipër. Nuk është një faktor. Janë shumë faktor, duke nisur që nga promovimi në media e figurave pa vlerë, duke nisur zhbërja. Okej, familja duhet të flasë, se dakord, edhe ti ke djalin tënd, edhe mua më kanë edukuar prindërit e mi, kemi parë në modele, më kanë thënë gjithmonë babi, mos shko pas këtij lloj modeli. Ose dhe është shumë e vështirë, familja shqiptare po përjeton krizën, ne kemi thënë po zhbohet familja shqiptare. Dhe kjo e di kush e zhbën, është pjesa ana ekonomike. Dakord jam, dakord. Është shumë e vështirë. Një prind që punon nga mëngjesi deri në darkë ka shumë të vështirë të kontrollojë fëmijët. E di sa e rëndësishme është ai vakti i drekës e i darkës që mblidhen të gjithë në tavolinë që diskutojnë problemet e veta? Po e di sa e vështirë është kur fëmia sot të mbyllet me këtë lloj telefoni
me zhvillimin e teknologjisë të mbyllet ty në dhomën më vete dhe ti nuk e kontrollon dot fëmijën me çfarë merret fëmia në unë shikoj adoleshentë sot. Gjenerata Z. Kështu që nuk Gjenerata Z që është pa Z. Gjenerata Z që nuk di të lexojë një libër. Pyetësh gjeneratën Z, më thuaj librin e fundit që ke lexuar, nuk di të thot kush është titulli i një libri të lexuar. Gjenerata Z që nuk din të shkruajnë akoma me shkrim dore. Nuk din të përdorin shkrimin e dorës siç e përdorin me dikur. Dhe kjo nuk është vetëm faji i tyre, jo. Është faji i politikave në arsim, që ti ndiqet në arsim. E dini juve dhe ta di opinioni publik që njerëzit më të pasur sot në botë po përpiqen që këtë telefonat i ke larg fëmijëve dhe po përpiqen t'i futen përsëri leximit dhe shkrimit dorës, sepse futja e teknologjisë në mënyrë me ritme kaq të shpejta po e zhbën njeriu dhe po e kthejnë në një lloj roboti. Kështu që po humbasim dhe ato vlera humane që ne kishim. Dhe kjo nuk vjen se e ka vetëm në vendin tonë, kjo është një fenomen mbar botror, ka përfshin gjithë vendet e botës. Problemi është se kush do jetë tashi iniciativa dhe kush do jenë ata njerëz të cilët do marrin dhe të mos e zhbëjnë fare këtë shoqëri njerëzore që po merr një rrugën e atyre festave satanike, atyre sekteve satanike që po bëhen. Sot po shohim fenomene nga më të ndyra që sot as në brezin tim të paktën nuk më shkonte në mendje ti dëgjoj ato, i shikonin vetëm nëpër filma. Edhe unë si kam dëgjuar me brezin tim, por me sa duket ne sa vime dhe habitemi. Më çuditur më për asgjë sepse është fenomeni pranishëm. Mirela, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Besoj që i ezauruam gjithçka në atë çfarë neve donim për të flisim edhe për ata që na ndjekin live. Dhe të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit dhe ju për ftesë. Faleminderit. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live këtu në Antena Televizion në emisionin Sinjal, duke falenderuar secilin prej jush që komenton, shpërndan nëpër diasporë, por edhe bën subscribe. Mos u largoni nga antena, nga unë Ermal Beçi, miru pafshim dhe shihemi përsëri.